Nderuar koleg, besoj që të gjithë kem dëshmitor që u dasht me prit, me po kush prej qeverisë po del me prezentu këtë pikë edhe qëndrimin e qeverisë për këtë vendim. A dini pse? Se ju vjen morre. Ju vjen morre qeverisë, ju vjen morre Albin Kurtit, se 20 vjet ka gju gur, e ka koll këtë vend, jenë shku njerëz në burg, jenë shku themelus dhe vetëvendosjes në burg, me qëllimin që duhet me shu Agjencinë Kosovare të Privatizimit. E sot mas 26 vite e bjen kuvend Kosovës me emnu bordin e drejtarëve të ri. Pse nuk u shu Agjencia Kosovare e Privatizimit? Qysh ndihen themelus të vetëvendosjes sot? Qysh ndihen ata aktivistat devotshëm sot? Për çfarë i vjen morë Albin Kurtit, i vjen morë ministra vti edhe dohet Elbert Krasniqi, që s'ka të bëjë me vetëvendosjen, me dol, me e prezentu. Që çfarë niveli, çfarë stote. Duhet me reflektu se cili deputet, edhe nuk duhet me votu. Po saqërisht ata deputet që janë prej themelimit, edhe që janë shku në burg këtë kauzë që po del. Zoti Tahiri Veçpak, se kam një pyetje për ty. Po. Kur i drejtohesh çfarë niveli? A mundesh më tregu për çka e ke fjalën, sepse nëse ti i thu ministrit çfarë niveli, mendoj që kjo është fyrje. E kam fjalën. Faleminderit për mundësinë mos sqaru. Faleminderit kryetare për mundësinë mos sqaru. E kam fjalën për nivel që mos me pos konsistencë në kauzë. Domethënë me i fitu votat edhe me morë mbështetjen popullore të u thirr me mbrojt asetet shtetënore. E kur vjen pushtet me e vazhdu avozin, edhe ma dëmshëm, edhe ma abuzus, se so që e ka sulmu. Pse po e thëm këto? Merë një këshër një antort e propozum, 3-4 për i ty një i kinin procedurë penale për korupcion, edhe kishë përdërim të pozitë zyrtore. Që për qëtë nivel po flasë shryetore. Jam të full për këtë nivel. Pro është dit, edhe është moment që shumë sakt e kallëzën ftyren e vërtet Albin Kurtit, edhe të kësoj klose politike, që bojnë gjithë shka për mi fitu votat, e kur vinë pushtet, gjitha shëndrimet i ndryshojnë, gjitha kauzat i djegun, edhe nuk kanë idealizëm të sinqert për institucionet e përvenit, po veç qëllimin e kanë me abuzu, me i përdur për qëllimet tyne personale, edhe me shkatru e me varthnu këtë popull që shenë të bojë gjithë ditë. Pro, sot ju bëj ftesë deputetëve të vetëvendosjes që janë prej themelimit edhe që kanë qenë idealista konsistent, mos me votu. Mos me votu edhe me kundërshtu më zëshëm se sone këtë qosje edhe këtë qëllim e këtë propozim që na ka ardhur, po mendoj që mas shumë ti kanë me reflektu qytetarët e Republikës Kosovës edhe kanë me ndëshku me votë. Faleminderit shumë.